Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektoi punimet që po zhvillohen në urën e re të Virojit, një nga urat prioritare për investim për shkak të rëndësisë së saj strategjike. Projekti parashikon ndërtimin e një ure të re me 2 hapësira drite, secila me gjatësi 16.50 metra, si dhe ndërtimin e një tombinoje që lidh urën ekzistuese në digën e liçenit me lumin Drinos. Në kuadër të këtij projekti, janë realizuar gjithashtu strukturat që përputhen me kategorinë e rrugës C2, si dhe janë përmirësuar nyjet hyrëse dhe dalse në një gjurmë të re rrugore që kalon paralel me rrugën ekzistuese në anën e lumit. Kozeli theksoi se përfundimi i këtij projekti do të sjellë përmirësimin e gjurmës ekzistuese, rikthimin e kapacitetit mbajtës të strukturës dhe rritjen e sigurisë rrugore, duke shmangur ndërprerjen e qarkullimit për shkak të përmbytjeve. Hapja e urës pritet të kontribojë ndjeshëm në lehtësimin e trafikut dhe në rritjen e sigurisë për qytetarët dhe transportin e mallrave në këtë zonë strategjike.